Gjykata e Tiranës ka dënuar 2 ish zyrtar të bashkisë së kryeqytetit të akuzuar për prishje pa vendim të këshillit të një pallati në zonën e kombinatit pas tërmetit të vitit 2019, si dhe ka shpallur të pafajshëm 6 të tjerë. Gjyqtari Gert Hoxha dënoi me 9 muaj burg shoqëri Maloku, ndërsa Aleksandra Mahmutlari është dënuar me 6 muaj heqëlirie që u konvertohet në shërbim prove, teksa ata janë përfaqësues të kompanive që u përfshin në procedura dhe akuzoheshin për falsifikim. Të pafajshëm u shpallën Aurel Borici, Aurel Çuço, Eleana Guçe, Sokol Çehajaj, Regjina Rakipi dhe Fatmir Shiri. Për të gjithë këta, prokurori i çështjes Bledar Valika i kishte kërkuar shpallje fajësie dhe dënim me kusht. Sipas hetimeve, një pallat në kombinat i prishur në janar të vitit 2020 me mjete dhe shpenzime të Bashkisë Tiranë është përfshirë më pas në një tender së bashku me 14 ndërtesa të tjera, të planifikuara për shembje si të dëmtuara nga tërmeti. Prokuroria ngriti dyshime se pallati numër 140 nuk ishte rasti i vetëm, duke pretenduar se janë paguar shpenzime për shembjen e disa objekteve që në fakt ishin tashmë të rrafshuara, përfshirë edhe 5 ndërtesa të tjera.